Të nderuar qytetar, ju informojmë se grupi parlamentar i Frontit Evropian urgjentisht kërkon që të krijohet komision parlamentar me vëzhgim ndërkombëtar për hetimin e drejtësisë selektive në trajtimin e tragjedisë së Koçanit. Grupi parlamentar i Frontit Evropian do të kërkojë sot zyrtarisht krijimin e një komisioni parlamentar të posaçëm për të hetuar qasjen selektive dhe të një anshme të sistemit të drejtësisë së kontrolluar nga qeveria në trajtimin e tragjedisë në Koçan. Ky komision duhet të ngrihet menjëherë dhe të përfshijë përfaqësues të OSBE-s, si dhe përfaqësues nga ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, në cilësinë e vëzhguesve me qëllim garantimin e një hetimi të drejtë, të pavarur dhe transparent. Drejtësia selektive ka tronditur çdo qytetar të këtij vendi dhe ka krijuar një situatë të paprecedent që rrezikon themelet e shtetit të së drejtës dhe të besimit qytetar ndaj institucioneve. Mosveprimi ose instrumentalizimi politik i drejtësisë për qëllime të ngushta cënon jo vetëm të drejtat themelore të qytetarëve, por edhe stabilitetin demokratik dhe perspektivën evropiane të vendit. Grupi parlamentar i Frontit Evropian do të bëjë sot një kërkesë zyrtare për këtë çështje dhe pret që Kuvendi të veprojë me përgjegjësi dhe seriozitet maksimal për të siguruar një hetim të pavarur, të besueshëm dhe gjithëpërfshirës. Bashkimi Demokratik për Integrim mbetet i palëkundur në përkushtimin e tij për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve dhe forcimin e shtetit të së drejtës në vend. Ju falenderoj.